krejt që ka mundet me bani non, kryesorja që është shumë e rëndësi, që gjuhën më jam mësu fëmijëve si duhet. Do me thonë fëmija mi nuk vrejnë që janë rrit e lindë jashtë Kosovës. Qefi jonë është që fëmija mu martu me shqiptar, po nëse aty në ajo të dashnia nuk mundë me mu përzi. Leqët e tonë, kemi pas bosnjake, kemi pas serbe, do me thonë, unë edhe nëse ju thama di fëmijëve të mi, që tojnë veç slave mos ta merë. Pa mirë. Ka puna vini? Unë jam këtu, e Suarekës. Suarek punoni? Jo, jetoj në Belgjik. Në Belgjik? Po. Të sta viti jenë në Belgjik? Në Belgjik jam gati 30 vite. Gati 30 vite? Po. Që kanë qenë 30 vite për ty në Belgjik? Fillim shumë shtirë për gjithë shka. Se i lënë të gjitha. Plus sa ma shumë shkollë këtë kryme, jashtë është ma shtirë më ambientu. E sa ma e rritu njëtë, gjithashtu është ma shtirë më ambientu. Klima edhe ajo është faktor tepër me rëndësi, sepse atjo është shumë lagështi e madhe. Shumë lagështi e madhe. Sa ki ma shtirë më ambientu me atë vend, që është pak më ndryshe? Pa i njerëzit kur thojnë kështu, për neve që jemi rritë, po menojnë disa kushte ma speciale dhe plus kush ka studiu në Prishtinë nuk është shtirë më ambientu kërku. A ju keni studiu në Prishtinë? Qa keni studiu? Në ndërtimtari. Po. Të përfundon ndërtimtari, ko gjajnë privilegje madhe është? Për atë ku u konë, për atë ku u konë. Sa të ka ra me punu që atë kohën, dhe më tonë, drejtimin tonë, profesionin tonë? Profesionin tam s'kum punu e shumë, kum punu pak atje, mirë po kjo në si thojnë ekuivalenca diplomës, njoja diplomës është pak e komplikume në Belgjik. Edhe, do më thonë edhe nëse ta njofin diplomën, ta një varet për organizmet. Edhe dihet që në shtetet e perëndimit mundon me të pagu sa ma pak. Do më thonë rrugën e inxhinierit nuk e merë edhe nëse inxhinier ose të tojnë ta pranojnë veç bashkëlije jo ma shumë të si sa ne. Edhe plus i kom 4 fëmijë, do më thonë 20 vjetë jam marrë me fëmijë, s'kom punu. Fëmijëve, pa ka pasuri ma të madhe. Kështu që për mu kanë që të fëmija mu më ndje mirë që janë shqiptar këtë që janë. Do më thonë ata janë rritë atje, mirë po mos me pas, pëtonë si kur t'je një klasë inferiore, njerëzit i shoh që ju vje marrë me këtë që ka janë. Ajo për mu ka ma më rëndësi që fëmija mos mu asimilu, po me mbet ata që janë edhe mu kanë krenar si që jam unë që jemi shqiptar edhe kështu. Sa e më du fëmijëve që atë frymen na shqiptar që e kemi mi të regu, sa e më du mi ofru mi të regu pak në vendin. Krejt që ka mundet me bani non, kryesorja që është shumë e rëndësi, që gjuhën më jam mësu fëmijëve si duhet. Do me thonë fëmija mi nuk vrejnë që janë rrit e lindë jashtë Kosovës, flasin Shqip edhe ma mirë se unë, bile ka njerë më korrigjojnë. Sa mirë, se palteje është më palë. Pa nesi tash po më thuj nuk e di për pleqni e non, po folë ma shumë si Suareka, po nuk e di. Nuk e di në është adhe po vi ma shpesh, vitet e fundit, shto shkaku i nonës, në është adhe kjo. A vëndon që fëmija që jetojnë jashtë, janë pak ma të spejo për vendin tonë, a e dojnë vendin tonë ma shumë se na këtu në Kosovë, fëmija që jetojnë në Kosovë? Po, krejt kjo në varet prej edukatës që ja je. Po, edhe patriotizmi të prum nuk është e mirë, se dikur fëmija adin që rritën jashtë, varet për shoqënisë që e kanë, varet si ti ja u spjegon krejt adin faktet. Po, unë për vetë jam e knaqë me fëmijë. A ki të rritur fëmijën? Po, jo, martum se kam asnjanin. Vajza 12 punojnë, 2 vjeç Itali janë me studime vazhdojnë hala. A të përgon nëse vajza ose gjalli me një cilitet tjetër i që martu? Po, tash nuk është zgjidhja jone. Do me thonë para 30 e kusur vjetë e 40, asnjëna prej motrave nuk ka që na ka bë dikush me mësit një ose na ka dhënë baba ku ka dashtë. E tash në qoftë se mua nuk më ka bë familja ato, unë s'munëm, qefi jonë është që fëmija mu martu me shqiptar, po nëse aty në ajo të dashnia nuk mundë me mu përzi. Ka që mja aprovu, ta man. Po, ndoshta dhe ka njerë sa ma shumë ju rinë kry,
nështë edhe është ma keq se shumica unë e shoh, nështë e shikon ma shumë që fëmia ka shumë shqiptar atje, e kanë mentalitetin nështë ma të njëjtë nëse martohen me zveti, se masane po lindin probleme, ndryshon mentaliteti, ajo jam non, qefi është qef, po nuk është shumë e thonë që unë kam e vendosë për ta, ose kam ja prish qefin aty. Ajo ka po kundër martesa me nacionalitetet tjera? Po, unë e thash veç përgjigjen. Thash nëse fëmijët e mi e bajnë atë zgjidhje, dhe më thonë dashnia nuk një kufin, tona shekujt, tona konat kanë haru pleqt, po gjithmonë janë kanë të martu me të huja. Po to? Pleqt e tonë. Kemi pas bosnjake, kemi pas serbe, do me thonë, unë edhe nëse ju thama di fëmijëve të mi, që tojnë veç slave mos ta merë, tjerat është zgjidhja time. Interesante kjo, se taba nuk u bëhe madhe, se taba me bosnjake, me nacionalitete, po s'ka qenë shumë e madhe. Pse tash, nëse merr një Gjermane ose Zvicerane është prekpa ndryshe? Edhe plus e di tjetrën, nuk është kanë kur e maltretume për i familjes ose për rrethit, nëse u ka një serbe, se ta shkin parë, se më falni, një serbe nëse është kanë e martume këtu. Jo, për kundrazi e kemi që me thonë gjak shqiptar që me mbrojt pakicën. Edhe është kanë, e ka pas një farë statusi ma special, do me thonë më si rrini shumë për një kry, momentin kur ajo është kanë e hapur, u mënu me mësu gjuhën, zakonet tona, edhe na flasim para se mu bën puna. Kur të bëhet puna, pak shqiptar flasim. Do në fund kësa bisedet këndshme, t'ja jep një mesazh gjitha femrave, gjitha grave kudo që janë. Gjitha grave me punu, ato që janë të rejera me studiu, se shkencën e dija nuk ka fund, edhe mu kanë zojat e vetit, për gjithë shka. Kjo. Po ta shumë kënaqësi, të uroj ty pushimet këndshme në Kosovë, kënaqësh jo Kosovën. Faleminderit gjithashtu juve.